Dhe prandaj na ra goja duke i thënë njerëzve që sot janë punë, mos e hani karamelen që në sipërfaqe është e ëmbël, po në brendi është e hidhur, të marrjes së pagave në dorë. Po t'jap këto me bank, po t'jap këto në dorë. Të duket sikur merr pak më shumë, por në fakt i bën vetes gropën kur dalësh pension. Sepse praktikisht ai që ta bën këtë po të vjedh pensionin. Kjo ka sjell që të rritet në mënyrë të ndjeshme numri i kontributi në sigurinë shoqërore, sepse gjithmonë më pak njerëz e pranojnë këtë dhe gjithmonë më shumë formalizim ka. Nuk duhet ju lodh më gjatë se kjo është shumë komplekse, por duhet ju them që ne duam që në Shqipërinë 2030 ta synojmë që minimumi të synojmë, po e përsëris, dhe kjo do të varet në mënyrë të drejt për drejt nga rritja ekonomike dhe nga Bashkimi Evropian. Është shumë i rëndësishëm Bashkimi Evropian edhe për këtë. Do t'ja u them pse. Të synojmë pension minimal 200 euro për gjithë. Që është ajo që thatë ju. Por mos harroni, ju që jeni këtu dhe të gjithë ata që sot janë në moshë pranë pensionit ose në moshë pensionit dhe që prodhojnë, ju keni një kapacitet financiar që nuk e kanë pensionistët e qytetit. Kjo është e vërteta. E para. E dyta, ju keni një kapacitet ekonomik që nuk bëhet fjalë. Prandaj unë i them njerëzve që thonë po vdesin për bukë, i them kush flet kështu nuk njeh fshatin shqiptar. Kush flet kështu nuk di fare se çfarë bëhet në fshat. Hiç. Ku punohet dhe punohet fort. Ata që janë aty punojnë fort, ju që jeni këtu punoni fort. Dhe në të gjitha rastet, për të gjithë ne duam që të ketë një pension minimal i cili të jetë një garanci për atë që folëm bashkë. Tani, pse është i rëndësishëm Bashkimi Evropian? Sepse na krijon një kapacitet të ri financiar, miqtë e mi.